Singi albumi Prolla, çfarë super coveri e pat bre, fantastike coveri, super minimalist dhe u gëzova që nuk është për bo me AI se në fillim u tuta tani e posh. Okej, Singullari është kthy me një album me 19 këngë, një projekt që ka qenë duke u materializu që 2 vjet. Më kujtohet kur kom qenë gjatë ecjes në Shqipni pa të diskutu për të. Menoj që si album është med, nuk është i dopt, nuk është i fort, nuk ka këngë që të kthejnë me ngu prap, përveç 2 ose 3 nashta që të është me ja u jap mundësin prap për me të rrit për brenda, nuk është niveli hip-hop me ngjyra gjalla, nuk e ka ideologjin, punën kreative dhe qëllimin e fort prapa që e ka pas ky album kur ka dalë vitin 2012. Arsyeja ndoshta kryesore pse se marrim një projekt më të mpëreht prej singit është mungesa e Bloody Chuck. Kjo dyshe ka qenë tandem që e kanë kompletu njëri tjetrin sa herë kanë prodhu edhe menoj që një prej ma meritorëve pse e kemi marrë qatë jo konvencionalitetin edhe soundin ndryshe të singi ka qenë pikërisht Bloody Chuck. Hey, para se me vazhdu nga një Delta Group është sponsori jam general, doni me vizitu kudo që e sheni pikat e tyne të karburantit top kualitet i kanë, po ashtu edhe posta easy, super customer service edhe super shpejtësi në dërgesa. Te Prolla në shumicën e kongve, te Credits është një producent Aspect edhe në pa kong tjera është Erno. Unë i kisha vequ Gjoma, Goals, Prolla dhe Antistres si 4 kongë që e bojnë ndryshimin deri dikun këtë projekt. Dhe me thonë edhe pse edhe këto me mangësit shumë ta qoftë në aspektin performativ, qoftë production wise. Fakt, Prolla si projekt në përgjithësi i mungon qëllimi, i mungon kohja, i mungon arsyeja prapa sepse është u bo në rend parë. Një album i mirë, unë menoj që duhet me pas një banger, duhet me pas një kong që ka sukses komercial, duhet me pas një kong për dashni, duhet me pas një kong eksperimentale dhe duhet me pas një kong për life struggle, reflektim ndaj jetës, whatever. Krejt që do që i ceka janë të shpërndame të krejt kong të kapak të Prolla, mirë po të asë njona me qëllimin edhe identitetin e duon. Është sigur me thonë all over the place gjithçka. So i përket features edhe aty vrejet një lloj pagjaksie, sikur se cili prej bashkëpunëtorëve ka marrë common gjysëm të gazit. Përveç nashta Agos që deri dikon e kryen punën e vet për çka është i thirrën edhe Makin e pata favorit, Maki ke nice, ke pavarësisht se për Makin ka mix reagime në mesin e hip hop dashve me të cilët shoqnona e cilëve ja marr shumë për bazë menimin. Unë mendoj prap që Maki është kozati njëtës për shkak se Maki kur nuk është paraqit si dikush që ka me ta myt teknikisht në i vers edhe ka me t'jep senet ndërlikume për me i zbërthy. Gjithmonë ka qenë fani edhe zbavec me ngu me metafora gjysëm të meqëm, gjysëm qesharake, gjusi. Te konga me këreshën tani po krijohet një farë konfuziteti për shkak se po duket ma shumë si një kongë e bome për një album të pintav se sa një kongë që do të me qenë numër të një projekt si Prolla. Lumi po ka momente premtuese te me Kramir po mbetet në hijen e një refreni med edhe pse biti është hard, këto dorën zamër, shout out Ernos. Në fund menej që ky album don me i përmbush pritshmëritë e një dëgjuesit ka më të shumë të Singullarit, mirë po dikon rrugës e hub veten mungesë qëllimit të fortë mrapa dhe përfundon tu talon një ndjenjë të konfuzitetit edhe të paqartësisë se çka realisht po i mungon këtij albumi për me të shtip prap me u kthy me ngu. Se cilën që e ngon, asnjona nuk thu, okej, thu, nice, sun thu trash, sun thu e dopt, sun thu wow. Apo kupton thjesht mbetet mbamendje që aty e te i kalon, nashta kthehesh dikush se jo ne kthehet për herë 2, 3, 4 të ngon se ja jap mundësinë tjetër për me u rrit edhe me i gjet, me i piketu ato sene që më kanë ik herën e parë, ama është shumë shtirë me të marrë me veti ky album. Sigurisht do të me figure out këto vetë Singullari, çka është off aty diçka, mirë po për që ka elemente që janë off, që nuk funksionojnë, ka vazhdimisht edhe gatin se cilin dikastar.